Përshëndetje, ne sot jemi me drejtoreshën e Ptole me Gjuvanit, Ilda Nako. Mirë se erdhët. Mirë se gjeta. Neve sot kemi në fokus shkollën tuaj, do flasim pak rreth projekteve që ju ndërmerrni, por dhe në përgjithësi se si është situata në shkollën Ptole me Gjuvani. Si fillim, shkolla është një shkollë nënvjeçare në qytetin e Elbasanit, e cila është një nga shkollat që ka përfituar mbështetje të vazhdueshme nga projekte të ndryshme, të cilët kanë si qëllim rritjen e mësimdhënies ose përmirësimin e mësimdhënies, kushtet të cilat janë në shkolla e tjerë. Si mendoni ju se është kjo mbështetje në shkolla? Si është raporti që ju keni me projekte të ndryshme për shkollën? U bën vite që unë drejtoj shkollën nënvjeçare Ptole me Gjuvani dhe vitet e fundit kam vënë re një mbështetje të jashtëzakonshme të organizatave dhe projekteve financuar nga Bashkimi Evropian, ndërto dhe Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë, e cila na ka dhënë një mbështetje shumë të madhe në lidhje me përmirësimin e kushteve të infrastrukturës së shkollës, sidomos në laboratorët e informatikës të kabinetit të TIK-ut. Në vitin 2021, shkolla Ptole me Gjuvani përfitoi një nga këto projekte, ku si qëllim ishte promovimi i teknologjisë digjitale nëpërmjet mësimdhënies. Laboratori i informatikës u pasurua me kompjutere të rinj, me videoprojektor të rinj dhe me laptop të rinj, gjë që bëri të mundur që nxënësit e kësaj shkolle të promovonin detyrat e tyre, projektet e tyre në disa fusha të ndryshme për t'i dhënë mundësi të cilat ato nuk i kanë pasur, nuk i kanë në shtëpitë e tyre, t'ia mundsoj shkolla. Një ndër projektet të cilat unë dua ta loboj fort sot këtu me ju është arsimi kombinuar. Arsimi kombinuar i dha mundësi stafit mësimor, të gjithë stafit mësimor, duke përfshirë këtu mësuesit e arsimit fillor, mësuesit e AMOS, punonjësit sociale dhe mësuesit mbështetëse të kësaj shkolle të trajnoheshin gjatë një viti shkollor të plot dhe të akreditoheshin me certifikata të kredituara nga ASCAP-i në lidhje me fushat e teknologjisë digjitale. Për post kësaj, fëmijët nxënësit u testuan përsëri nga specialist ekspert ASCAP-it në disa periudha me testimet të standardizuara ose më mirë të integruara. Që do të thotë, fëmijët u testuan fillimisht me njohuritë që ato kishin në fazën e parë, në lëndë të ndryshme, dhe në një fazë të dytë u testuan përsëri pasi infrastruktura ishte pasuruar, se sa arritje kishin marrë gjatë këtij viti shkollor në lidhje me fushën e teknologjisë, por jo dhe vetëm të kësaj fusha. Ilda, shumë faleminderit për shpjegimin se çfarë po ndodh aktualisht në shkollën Ptole me Gjuvani. Gjithsesi, që ju dhe vetë përmendët, është pasurimi me një laborator informatike për shkak të zhvillimit të teknologjisë së kohët të fundit dhe mundësisë nxënësve për të patur akses në internet, në kompjutra, në laptopa, dhe duke patur mundësinë që të zhvillojnë mësimin ose më saktë detyrat e tyre. Gjithashtu fole edhe për mësimin Arsimin e kombinuar, mësimi kombinuar, po janë disa metoda moderne të ndryshme. Po, të mësimdhënies, janë metoda që përdoren nga vende të shumë të zhvilluara, ku qendra e mësimit është pajisje digjitale. Pra mësuesi me anë të pajisjeve digjitale orienton fëmijët të jenë sa më aktiv në një orë mësimore dhe vetë nxënësit pra përfshihen në kompjuter për të realizuar orën mësimore. Që është një plus edhe për shkollën, por edhe për vetë nxënësit dhe mësuesit, duke qenë se është e nevojshme që nxënësit të jenë dhe aktiv në orët e mësimit. Shkolla juaj, duke qenë se është një shkollë nënvjeçare, vuan nga largimi i nxënësve ose është çfarë ndodh me nxënësit, në kuptimin nëse ju keni këto lloj aktivitetesh ose këto lloj projektesh të cilët nxisin rritjen e cilësisë në mësimdhënie, a vuan shkolla nga largimi i nxënësve apo është këto projekte shtyjnë që nxënësit të drejtohen drejt shkollës tuaj?
Largimi i nxënësve dhe emigrimi i tyre ndodh në të gjitha shkollat e Shqipërisë. I dim këto nga statistikat, e njohim mirë problematikën ku jemi në një periudhë ku emigrimi po bën punën e saj, por ndryshe nga shkollat e tjera, shkolla Ptolemej Xhuvani është një shkollë ku përqindjen më të madhe të nxënësve e përbëjnë komuniteti rom dhe egjiptian. Diku tek 68% e nxënësve përbëjnë këtë komunitet. Sigurisht që është një punë shumë e vështirë të edukosh dhe ti drejtosh këta nxënës drejt arsimit të detyrueshëm, t'ia bësh arsimin më të dashur, bashkëpunimi me prindrit sigurisht me këtë kategori vulnerabël është pak e vështirë, sepse duke mos qenë prindrit e arsimuar dhe fëmijët edukohen me këtë mentalitet që arsimi nuk është i rëndësishëm, por fal punës të jashtëzakonshme të stafit mësimor, të cilët bëjnë role të shumë fishta për t'i bërë sa më të dashur fëmijët të jenë në shkollë, ta bëjnë shkollën sa më tërheqëse. Sigurisht që kanë ndikuar dhe kushtet e përmirësuara të financimit të projekteve të konsiderueshme që ka bërë kohët e fundit Fondacioni Shoqëria për Shqipërinë, dhe unë gjej rastin ta falenderoj përzemërsisht në emër dhe të stafit pedagogjik që mbështet këtë kategori nxënësish që me të vërtet ka nevojë për mbështetje, ka nevojë të edukohet dashuria për arsimin, domosdoshmëria për t'u arsimuar dhe të largohen nga veset e këqija, të largohen nga rruga apo nga puna e detyrueshme që ato bëjnë duke mos ardhur në shkollë, por jo vetëm dhe martesat në kohë të parakohshme. Shumë faleminderit Ila që i përmend të gjitha pikat për sa i përket problematikave të cilat neve hasim me komunitetet. Duke qenë se Ila ne folëm për pjesën e komuniteteve të cilët bëjnë pjesë e shkollës tuaj, duke ditur që dhe ju veti jeni insistuese për iniciativa të ndryshme, për marrjen e projekteve të ndryshme të cilat rrisin përmirësimin e mësimdhënies, por jo vetëm të mësimdhënies, por dhe mirëqenien e nxënësve në shkollë. Duke ditur që po ndodh segregimi, po ndodh largimi i nxënësve, po ndodh që fakti që shkolla juaj ka pjesë të konsiderueshme të komunitetit ka largime dhe nuk ka prurit të reja. Ju si drejtuese e shkollës, keni një mesazh specifik të cilët ndihmojnë shkollën tuaj, por dhe ndikojnë që nxënësit të rinë te shkolla ose dhe të vinë, të ketë kërkesa të reja? Okej, faleminderit për pyetjen. Ajo që kam parë vitet e fundit në lidhje me promovimin e projekteve të cilët kanë mbështetur këtë kategori nxënësish rom dhe egjiptian, një përbërje e konsiderueshme pra e shkollës që unë drejtoj, kam vënë re që fëmijët kanë qenë shumë të dashur për të bashkëpunuar, për të rritur kreativitetin e tyre, kanë bashkëpunuar me stafin mësimor, të jenë të përfshirë në të gjitha projektet që ne kemi realizuar, ndërto projekti i riciklimit, ku fëmijët vinin çdo ditë në mëngjes me çantat e tyre të mbushura plot me plastik, metale të ndryshme, ku garonin me njëri tjetrin kush do vinte të sillte më shumë. Pra, këto projekte, implementimi i këtyre projekteve në shkollën tonë bëri të mundur që nxënësit të angazhoheshin dhe të krijonin pafundësisht ide, lojra dhe të ishin fitues në gara të stimuluara nga vetë projektet, duke stimuluar dhe me dhurata si libra artistik, apo dhe ndonjëherë dhe me pajisje digjitale. Kjo më ka pëlqyer shumë tek risit që kanë sjellë këto projekte në shkollën tonë, por jo vetëm riciklimi, dhe pjesa e implementimit të projektit after school. Fëmijët dhe prindrit vinin dhe shfaqnin dëshirën e tyre që fëmijët të qëndronin pas mësimit dhe të bënin detyrat e tyre, të qëndronin tek kabineti informatikës dhe të punonin detyrat e shtëpisë aty,
në mbështetje të stafit mësimor dhe gjej rastin ta falenderoj stafin tim pedagogjik, stafin e shkollës Ptolemej Gjuvani, që kanë punuar dhe nuk janë lodhur kur me këto fëmijë sa të mirë por dhe të vështirë për t'i drejtuar. Më pëlqeu shumë mbyllja që i datëve të shkollës. Realisht unë gjej rastin të falenderoj dhe stafin tuaj, se di shumë që punën që bëni dhe me nxënësit, por dhe me vetë shkollën dhe marrjen e projekteve të reja. Shpresoj shumë që si organizata të ndryshme si INAK dhe tjera të fillojnë të kemi sa më shumë bashkëpunime, sepse është dhe në mirë të komunitetit dhe në të mirë të shkollës dhe të nxënësve në të ardhmen. Këto bashkëpunime gjithmonë do rrisin cilësinë e mësimdhënies, cilësinë e frekuentimit të nxënësve në shkollë, por jo vetëm. Këto projekte që nxisin pra risi të reja, qasje të reja për fëmijët e arsimit të detyrueshëm nuk mjaftojnë ndonjëherë. Pra duhet jenë dhe disa institucione të tjera që mund të mbështesin këto kategori të cilat kanë nevojë për mbështetje. Juridiksioni është një ndër çështjet më kryesore të cilat shkollat që kanë komunitetin rom dhe egjiptian hasin vështirësi, sepse në regjistrimin e na vijnë vetëm nxënësit e këtij komuniteti, ndërkohë që komuniteti tjetër shkon nëpër shkolla të tjera më të mëdha dhe më me emër në qytetin tonë. Shumë faleminderit Hilda për kohën tuaj që na dedikuat sot. Faleminderit ju që më ftuat. Faleminderit.